E di që ky do shkaktojë reagimin akoma më të madh, po unë mendoj që drejta për proteste, drejta për të kundërshtuar një ligj, një vendim, një politik, apo edhe një qeveri është e drejtë e fituar që në vitin 1990. Por unë vazhdoj të mendoj që gjua me cilin opozita flet me qeverinë nuk duhet jetë e zjarrt apo prej zjarrit Molotovit. Ashtu siç nuk mendoj që gjua e qeverisë për të komunikuar me opozitën duhet jetë gazi lotësjellës. Plumbat as i çojnë në mend. Unë dhe një pjesë e madhe e kolegëve që jemi këtu në këtë sallë i kemi vuajtur mbi kuris të gjitha këto. Po ama Molotovi duhet ikin nga gjua jonë. Ky këtu nuk është polic. Është protestues i opozitës në zjarr. E shuajti një polic. Ashtu siç këta këtu nuk janë polic. Janë dy fotoreporterë, ndër më të mirët e ndër më të njohurit. Janë protestë në fundit. Edhe këta thuajse në zjarr. Ndërsa kjo këtu janë dy kohë. Njëri është 14 shtatori, tjetri është protesta e fundit. Unë mendoj që opozita duhet të ketë gjithë drejtat e saj. Ama Molotovi si armë duhet konsiderohet armë vdekje prurse dhe përdorimi i saj duhet të jetë krim. Faleminderit.